Dashi, sot është dita për të dëgjuar zërin e brendshëm dhe për të ndjekur intuitën që me siguri do të udhëheqë në drejtimin e duhur. Në fushën e dashurisë, energjia juaj tërheq njerëzit e afërt dhe momentet intime do të jenë të mbushura me ngrohtësi dhe mirëkuptim. Në punë, sfidat do të jenë të pranishme, por vetbesimi dhe këmbëngulja juaj do të sjellin zgjidhje të reja dhe kreative. Financat kërkojnë pak kujdes, është koha për të bërë një pasqyrë të shpenzimeve dhe investimeve. Mos anashkalo kënaqësitë e vogla të jetës, ato do të japin energji dhe motivim për të vazhduar përpara. Kujdesu për shëndetin emocional, meditimi ose një shëtitje e gjatë në natyrë do të ofrojë paqe dhe qetësi. Demi, sot është dita e përkryer për të reflektuar mbi arritjet e tua dhe për të marrë vendime të reja. Nëse ndjen se gjërat në punë nuk lëvizin siç duhet, mos e humb durimin, por përpiqu të organizosh prioritetet. Në dashuri, një bisedë e sinqertë mund të japë frytet e saj, ndaj mos hezito të hapesh. Kujdes me shpenzimet dhe përpiqu të planifikosh ekonominë tënde me kujdes, duke lënë mbrëmjan disa kursime për vitin që vjen. Sot, dëgjo muzikën që të pëlqen dhe lejoje të të qetësojë. Një shëtitje në natyrë mund të të ndihmojë të ndjesh paqe dhe të rigjesh një lidhje më të afërt me vetveten. Kujto se jeta është një udhëtim, jo një garë. Binjakët, ditën e sotme, qielli ju fton të shihni botën me sy të ri, duke përqafuar çfarëdo sfide me një zemër optimiste. Në çështje të zemrës, zemra e di rrugën më mirë se mendja, ndaj dëgjojeni atë. Në punë mund të hipni bazat për një projekt që ka kohë që ju tundon. Kjo është koha për të vepruar me guxim. Financat mund të kërkojnë kujdes të shtuar, ndaj bëni plane dhe mos u tregoni impulsiv. Një ndjenjë paqeje dhe kënaqësie mund të mbizotërojë sot, duke ju dhënë mundësinë për të thyer rutinën dhe për të shijuar momente relaksi. Marrja e kohës për një bisedë të thellë me dikë të afërt mund t'ju japë perspektiva të reja dhe të vlefshme. Natyra ju fton për një shëtitje, prandaj mos e refuzoni. Gaforja. Dita e sotme premton të jetë e mbushur me energji pozitive dhe ndjesi të ngrohta. Është momenti ideal për të shprehur ndjenjat dhe për të forcuar lidhjet që ke me njerëzit e dashur. Në punë mund të përballesh me disa sfida të vogla, por aftësia jote për të menaxhuar situatat do të të ndihmojë të dalësh me sukses. Kujdesu për shëndetin duke bërë pak pushim dhe larguar stresin. Financat do të kërkojnë vëmendje. Është mirë të mendosh 2 herë para se të shpenzosh për gjëra të panevojshme. Ndjenja e paqes dhe harmonisë do të dominojë, duke e kthyer këtë ditë në një moment të mrekullueshëm për reflektim dhe vetkujdes. Hap zemrën dhe lejo që pozitiviteti t'i japë dritë rrugës tënde. Luani. Sot rrezet e diellit do të ndriçojnë ditën tënde, duke të sjellë energji pozitive. Është momenti i duhur për të rishikuar projektet e lëna pezull dhe për të fokusuar në përmbushjen e tyre. Në dashuri, lër emocionet të flasin dhe mos nguro të tregosh ndjenjat. Një bisedë e thellë mund të zbulojë anë të reja të lidhjes suaj. Financat duken të stabilizuara, por një qasje e kujdesshme ndaj shpenzimeve do të ndihmojë të shmangësh shpenzimet e panevojshme. Në punë, keni kujdes nga detajet dhe mos nënvlerëso asnjë pengesë të vogël që mund të shfaqet. Beso në intuitën tënde, pasi ajo do të udhëheqë drejt vendimeve të drejta. Ndjesia e qetësisë do të mbizotërojë duke të dhuruar harmoni. Virgjëresha. Sot, shpirti yt është në harmoni me universin, duke të ofruar qetësi dhe qartësi të mendjes. Në dashuri, është koha të dëgjosh me kujdes nevojat e partnerit dhe të tregosh mirënjohje për momentet e vogla që ndajnë së bashku. Nëse je beqar, një surprizë e këndshme mund të vijë nga një takim i papritur. Sa i përket punës, një detaj i vogël mund të bëjë diferencën në suksesin e projektit tënd, prandaj mbaj vëmendjen e mbredh. Financat duken të qëndrueshme, por është e rëndësishme të kursesh për ditë më të ndërlikuara. Sot gjej kohë për reflektim dhe për të vlerësuar arritjet e tua. Natyra mund të ofrojë qetësi dhe frymëzim, ndaj merr një moment për të shijuar ambientin përreth. Peshorja. Dita juaj do të mbushet me ngjyra të ngrohta, duke ju dhënë energji pozitive për të përballuar çdo sfidë. Në aspektin e dashurisë, komunikimi i hapur me partnerin do të sjellë harmoni dhe mirëkuptim. Merrni kohë për të dëgjuar dhe për të ndarë ndjenjat tuaja më të thella. Në punë, një mundësi e re do të shfaqet, kërkon fokus dhe vendosmëri për ta realizuar. Mos hezitoni të përdorni imagjinatën tuaj për të gjetur zgjidhje kreative. Financat do të jenë të qëndrueshme, por është e mençur të shmangni shpenzimet e panevojshme. Reflektoni mbi arritjet e këtij viti dhe vendosni qëllime për të ardhmen. Meditoni pak për të qetësuar mendjen dhe për të rilidhur me vetveten. Natyra do të jetë aleati juaj më i mirë sot. Akrepi. Dita e sotme sjell një ndjesë qetësie dhe reflektimi, sikur atmosfera të kërkon të ndalosh pak dhe të shijosh momentin.
Në çështje të zemrës, është mirë të dëgjosh intuitën tënde dhe të mos nxitohesh me vendime të mëdha. Kujdesu për ata që ke pranë, pasi ata mund të kenë nevojë për mbështetjen tënde të sinqertë. Në punë, një projekt që mund të duket sfidues në fillim, do të ofrojë mundësi për të shprehur dhe për të treguar aftësitë tua. Financat duken të qëndrueshme, por mbaj një sy ndaj shpenzimeve të vogla. Meditimi ose një shëtitje e qetë në natyrë mund të ndihmojë në balancimin e energjisë suaj. Kujto se dashuria dhe mirënjohja janë çelësat e harmonisë. Shigjetari. Dita e sotme është një ftesë për të menduar për qëllimet tuaja të ardhshme. Në aspektin profesional, ndonjë sfidë e vogël mund të shfaqet, por me qetësi dhe durim do të arrini ta kapërceni. Energjitë janë në favorin tuaj, prandaj mos hezitoni të bëni plane afatgjata. Financat do të kërkojnë një kujdes të veçantë, shmangni shpenzimet e panevojshme. Në dashuri, hapini zemrën partnerit tuaj dhe dëgjoni me vëmendje fjalët e tij. Nëse jeni vetëm, një takim i papritur mund të sjellë emocione të reja. Gjeni kohë për veten, ndoshta një shëtitje e gjatë në natyrë do t'ju ndihmojë të rigjeni paqen e brendshme. Dita përfundon me ndjesinë e një fillimi të ri. Britsjapi. Në këtë ditë dimri, ndjenjat e tua kërkojnë pak ngrohtësi dhe qetësi. Koha që kalon me të dashurit të mbush me energji pozitive, ndaj mos hezito të planifikosh diçka të vogël me ta. Në punë, qetësia dhe etika e palodhur do të të ndihmojnë të arrish objektivat. Mbaj një sy të veçantë në detajet, pasi mund të shfaqet një mundësi që kërkon vëmendje të veçantë. Financat mund të përmirësohen me disa vendime të zgjuara. Mendohu 2 herë para se të shpenzosh. Në dashuri, hap zemrën për biseda të ndjera, pasi komunikimi i hapur do forcojë marrëdhëniet. Lër frymën tënde të lirë të udhëtojë në mendime pozitive dhe relaksohu me një libër ose muzikë të dashur. Dita përfundon me një ndjenjë paqeje të brendshme. Ujori. Sot qielli tregon një ditë plot energji pozitive dhe mundësi. Në punë, kreativiteti yt është në kulm dhe idetë do të shkëlqejnë, duke të sjellë vlerësime nga kolegët. Në dashuri, një bisedë e sinqertë me partnerin do të shtojë thellësi në marrëdhënie, duke e bërë atë më të qëndrueshme. Nëse je beqar, një takim i papritur mund të ndezë ndjenjat. Financat janë në një gjendje të mirë, sidoqoftë, mbaj një sy për shpenzimet e panevojshme dhe ruaj ekuilibrin. Energjia e ditës mbush shpirtin me kuraj dhe optimizëm, duke të nxitur të ëndërrosh më guximshëm. Ndiq intuitën, sepse ajo do të udhëheqë drejt zgjidhjeve të duhura. Përfito nga qetësia e mbrëmjes për reflektim dhe relaksim të thellë. Peshqit. Sot je i ftuar të ndalosh një moment dhe të shijosh qetësinë që të rrethon. Rreth vetes ke miq të cilët janë të gatshëm të të mbështesin në çdo hap. Në dashuri, zemra jote kërkon të komunikohet me ndjeshmëri. Një bisedë e thellë mund të çojë te një mirëkuptim i ri me partnerin. Në punë, qetësia jote krijon hapësirë për ide të reja dhe kreative. Mos hezito të ndash mendimet e tua. Ato mund të jenë pikërisht ajo që kolegët kanë nevojë. Financat po kërkojnë vëmendje, prandaj planifiko me kujdes. Udhëto me kujdes dhe bëj zgjedhje të mençura në shpenzime. Energjia që ndjen është frymëzuese dhe ditët përpara premtojnë surpriza të ëmbla. Jeto këtë ditë me plot besim në vetvete.